Po qa më thua, vëlla? Po që më fut më po sisha, unë erdha solla pesh pronarit, vëlla. Po hajde mu buri dhe ot, hajde se do të bëj. Hajde të ludhem, hajde se m'ka ardi ftumi tash, ullu aty, ke shansi me ull me i ven aty. Se dilje skafi pas ke, vëlla. O se dilje skafi, po kemi të bukra pra për ty, se mësuti, hajde Po ullu aty. morëzohemi se jemi dhe veteran të peshkut, vëlla. Veterani peshkut jetë, lutem vetëm e kuptoj, qatë pysun përgjigju të Mbaje, kefta mbaje. letë se po më shpëtove nga ky momenti tash, Më fale, vëlla, do më ndihmoj njeri këtu? Po, Arten, nimoj qik, nimoj Arteni më mërë. Le, si ta ve ai, Po më mos e ndihmoj pek se njeri po e mua prish. këtu, vëlla, të ma vëri qik do, se jemi veteran peshku, vëlla. Po ja, valla, ke 47 vetë këtu, gjithë, këtë do, zgjidhe. Shkoj qik. Bravo. Bravo, Arten. Hajde, bravo të qoftë. Shumë mirë. Vetëm tashi do bosh, e kuptoj, do bosh sikur, do me thonë se unë të kam ftu, sikur e ke diti që do vish këtu. Kupton? Shumë. Bravo. E mirë ashtu, një është mirë. Mos e vrit me në thuj qatë dush. Mirë. Po këta do ma hap njëri, Ke hap me, hap me dhe. e hap me dorë. Ke hap, ja. Ta lirum neve, ta lirum. Edhe atë arangjatën, ta kemi hap atje, ta kemi bogati. Shive, ku do të bite rasti, ty gjithë jetën mes detit atje, do të bite rasti. Bo, vëlla, si është shtu, vëlla. Sallë operacioni është kjo, mo? Ha? Po që më fute mua këtu, që më fute këtu dalin njerëz me mëndë, vëlla, mu jam po Allah, vëlla. Kush ta gjebu do Allah, me ty e disa qesim ne Ha, shumë gjë, dhe to kisha quar më mirë binjakun, mirë do Se jeni ishte. dy, po si se more me vetëm, si s'mëran zeno, men, zeno. si s'mëran men. zeno. Një gjo, do t'a bim binjakun, Arten, do më thush, do t'aftojmë binjakun njerë tjetër, t'aftojmë binjakun tatë. Do t'aftojmë binjakun tatë. O të pimi qikujo, vëlla, se na u tha, Shpi, buza, qatë dushpi. O që pas ka qenë, se do yja këtu, do me thanë. Po mos ta bëjmë ka gjigjon e ty. E di sa i famshëm do bëhesh ti mas kësaj. Mas kësaj ti nuk do dalësh dot në vlorë. Libra i keni ato, vëlla? Libra, da. Mësoni, e keni dhe shkollë Ja këtu? qa shkollë, e vejmë këtu librat për reklam që të shohin njerëzit libra. E I kupton? mirë këj, spring marim dhe neve. Në mes të detit një nga kjo edhe e di si fresko është, vëlla. Pra, ka lezet me shive ku i gjeti këto. E kupton, shive, ja, glina, uj me gaz, gjithë, për ne të dy. Këta sponsorizojnë që ti është ti aty. E kupton tash, për ne mos menoj që po të bëjmë, ne po të bëjmë reklama, burri. Tashi mos u çudit nga këto që them unë, se do filloj emisioni. Arten, gati jemi? Qa më bëri kë mua? Ush mu desh mua, va, unë peshko Po sol. kush, valla, e dim që solle peshko burr, po mos e thuj këtej, solla peshko. Po si s'të dëgjoj, Allah. Ore, nuk e kam një dorë, jo një vesh. Veshët i kam të dyja. Shumë mirë, ku një gjon? Pritashi. Mirë se të gjeta thuhet vëlla. Prit. Se dhe nuk dim si të sillemi. Valla, mos i thuj këto gjë. Ku më ke futur kështu, në gjithë sallë operacioni është kjo. Po duket sikur do me heqësh dhe mballën, valla. Mos fol mo. Po s'të pyeta unë, mos fol mo. Ash. Gati? Përshëndetje miq të Sojli Sol. Ja iku dhe kjo java sa shpejt vjen e premtja. Jam i sigurt që tash jeni në për makina edhe jeni duke ikë për në jug. Jam i sigurt që jeni duke ikë për në jug, vapa po punë vet, koha është e bukur, pramvera ka ardh, po vjen dhe vera, ja ku i kemi këtu dhe uj spring, arangjata, uj gazuar glina, që janë vetëm për të na mbështet neve që t'ju shoqërojmë juve gjatë trafiku të madh që është për në jug, për në plazh, për drejt qefit. Dhe jo pa qëllim, sot kam ftuar një nga miqt e mi më të mirë. Ai që na ushqen neve, po edhe shumë të tjerë me atë që është gjëja më e mirë deri më sot. Peshku pra. Kam sjell këtu mikun më të mirë, ustajin e peshkut, ta themi kështu. Zino Zani. Mirë, valla, qa bërë di, si të kemi. Mirë, vlla. Mirë si e ti, si ka të vërë. Shiko, Zeno. Ti Zino. S'ka problem, Zeno.
Më dëgjoj pak. Po mendoja, e kupton, më thonë, është në kuriozitetin e gjithë njerëzve që na ndjekin, e miqve tanë që na shohin, edhe tani po udhtojnë me makinë po ikin për Vlorë. Po themi, po ikin për Vlorë, se ka nga ato që ikin edhe me avion. Si është dita një peshkatari, për shembull? Unë dua shumë që njerëzit ta dinë se çfarë heq një peshkatar për atë peshkun që e kanë. Çfarë më thua, dha? Dita e peshkatarit, ta them këshon me edukat apo ta them si më vjen? Po thuje më si dushme. Ta lëshoj. Po moto fare, si të jetë. Mos. Si të jetë, rim gjuajmë gjithë ditën e Perëndis në det atje. Jo më zemë. Lam lesht natë ditë kur vjen puna dynjaja blejnë peshk importi. Qa të thot zenu aty? Shiko tash. Zi e më zi. Ta kalojmë çik me sportivitet. Po nesër. Nuk duhet me thonë kështu fjalësh. E kupton, mos e liro, se ne jemi, e kupton, ne na dëgjojnë një shtresë mesme, një shtresë lartë, e kupton, njerëz që kanë një klasë, domethënë, se ata që ikin në jug për pushime kanë një klasë të caktuar, e kupton, nuk janë nga këta që ikin goleme dhe këne nga rapi trishit me i fjalë. Kështu që çik pa me flas për fjalën që the, unë pyeta si është dita e një peshkatari, domethënë, një ditë e jotja. Ose më saktë, le ta bëj pyetje ndryshe. Peshkimi është pasion apo profesion për ty? Shiko, ta themi kështu, se peshku është edhe për të pasurit, edhe për të varfrit. Po, patjetër. Ata që kanë para vëlla gjuajnë për peshk, për qef, me kallëm. Ne që s'kemi, gjuajmë me dinamit, e kupton, se do marrim, do shesim, do jetojmë. Unë e kam si profesion, duhet të themu, profesionit profesion. Profesor. Jo profesor, apo profesion? Profesion. Unë vëlla e kam profesion që në vitin e kam në, do me thënë që më në 97-ën. Në 97-ën... Që në 97-ën, do me thënë, je... Kur kemi nisur peshkimi si profesion, do me thënë... Po. Ku e keni nisë peshkimi? E ka profesion, do me thënë, i dinamit kap peshk edhe lëshoju. Në kohë kur kam qenë unë... Si ka nis? Kur u hapën firmat, do me thënë, ku shpërthyen firmat, që na hyri zani me pushkë. Firmat piramidale, po flet për firmat piramidale. Të tërë që shpërthyem depot, morëm dinamit, kishim pa fund dinamit. Mi bo erdhi shteti, e vuri në vend rregullin, në ngeli dinamitin në shtëpi. A kishi dinamitin? Edhe qa do bëni me quam ande nga Dajva, në Dukat. E quam nga Dajva, edhe Dajva kishte një qënë. Kishe një qënë që s'kishtë të ambante me bukolla, si ishim të varfër, vetëm dinamit kishim në shtëpi, me qatë të gatuani. Edhe më thot të keqen Dajva, tha, mere këtë qenin, tha, e ike qoje diku, tha, se në ngeli këtu, gjynaf, mere në qytet, tha. Do me thënë, ishte qeni shpis Dajës, e Dajës kishte me majt qenin me... Qoje në qytet, ajme ndonjë restoranta, ndonjë gjatje. Të ushqet, se këtu me ne do në gordi. E thashe e mirë, po e marë, po me qata qoj, thashe, e do 10.000 lek naftë, makina, thashe, të shkoj dhe në Vlorë. E më tha, po mirë, na 10.000 lekshin, tha. Më dha 10.000 lekshin, e mora qënin, thash me vete, po mirë, për këtë surat të paguaj unë 10.000 lekë, të argjoj 10.000 lekshin për ta quar këtë dhe në Vlorë atje. Ma mirë, eq, i lidha një kalëp dinamiti, ja lidha dhe barku, këshu. Edhe për colla për pyll dolem bashkë atje, mi po qëni më njihte miro, se më ka rritur. Edhe ja ndeza fitilin që thua atje edhe i thash qënit kuç tashi. Qa thumë, i neze fitilin qeni me lokum dinamiti. Qëni vinde brapa meje. Ajde qëni e vla. Më thëriste qëni, thosha kuqë, po kuqë, u ktheva në shtëpi, erdha në shtëpi të Dajva, një të yrde qëni brënda, thash, poshtë se kamikazi barkas të tërë, veç kur plasi qënit e dera, i odhi për tokë të tëra. Ore u thyen me bufera, me gjëra, me televizor, aty, nuse Dajos, ta, po shna bërë e zeno, ta,
Po dhe televizorin që e kishim të ri. Ri moj ti, Qa tha. thu me televizorin, e s'kishte alle qeni dhe... Ri moj ti, tha Dajva, se unë nuk e shef qa u bë me shtëpinë. Po qa pas E o dhe muri në tokë. Ja, që atë ditë më yri dinamiti këshu në Tu bo ves, ha? me dinamit fitohet paraja dhe filluam të peshkonim. Të peshkonim. Jo, mas... Pith dinamit, atje pastaj u aksidentuam të dy, edhe unë dhe binjaku im. Qa thote? Që dhe Ai binjaku, unë ha? li kam bërë, unë ba Po dorën. kështu është kur gjuh me dinamit, si gjuh me dinamit. Edhe mirë dinamit se gjush për peshk, prap nuk lejohet. Po ti të gjush, ti avesh dinamitin qenit, po qa të kishte bo qenit? Po si më kamë, si da, e digjoni, miqë të dashur, e kupton, ka dhe nga këta njerës që nuk e di qa emri t'i vej, me gjithë dhe arten do t'a regullojmë të gjënë, nuk është kjo për t'dalë. Vlora më thuj që, Vlora si ka qenë, si e shikon tani me atere, do më thënë, ndjen ndryshimin e madh që ka Vlora? Po qa flet olla, më par ka që më mirë olla, se ka patur liri Vlora. Tani e kam bërë zap, e kupton, ka umbur paraja, ka umbur të tëra. Si? Ani vetëm peshku në dëndë, edhe peshku ka umbur, se s'na lën të gjuajmë, s'na lën të gjuajmë me dinamit. Nuk e mendon njeri qa do am ne, olla. Mendon njeri qa do am ne, ti qa olla. Ja, unë erdha sot për të sjell peshkun, ti më merë më fut mua këtu, po je buk mua kjo, ha? Vi, po, Ha, mo? O, më je buk mua kjo. po shiko, të jep. Tani është, S'po jep, më pëlqen sensi humorit që keti. Mi më po pëlqen. mos të futesha, dhëtë pronari, nuk ta dua peshku, nuk ta marrë më, nuk të... E kupton, të ruajmë klientët, shkojmë i bëjmë shërbim klientëve, mirë që i qëmë peshkun, rrezikojmë jetën, Po mirë ma ti që ja sjellim peshkun nga Lora deri këtu, po të futë të bësh ndonjë punë. Po mirë ma dha ti gjuh me rjet, gjush me nese, dinamit. Po reklam për po të bëjmë? Po i bëjmë reklam të ashis, po majmë vesh, kujtë bëjmë reklam, dinamitit apo ty? Po reklam dinamiti, vla? Ti pre Qa peshkatar, reklam? ti. Po ku si peshkatar, o? Qa reklame më bën mua ti? Si qa reklamat bëjmë? Qa reklam, për reklam jam mua shif më gjej një dorë, olla. Po reklama vla, blini peshka Zeno, edhe Zino, binjakët Më e gjej një peshkët. dorë, olla. Dorë. E qa të them, olla. Po mirë, qa me ndonë? Si, me që ti s'qen ke i knaqur të shisa, unë e di që Vlora ka ndryshu, do më thonë, ati është turisti madhësh, është non stop 365 ditë djele, ku di gjonë që ka, gjonë të tjera Vlora. Do më thonë, qa me nodi që ka nevoj Vlora? Qa ka nevoj Vlora? Për dinamit, olla, ti vësh dinamitin e të kthe dhe njerë për mbyshe, të fillojmë dhe njerë nga fillimit të tërë, olla, të fillojmë të barabartë. Si të barabartë, po të barabartë s'mund t'jemi, se s'jemi më në kod E diktaturës. kupton se s'po marim vesh. Nuk po marim vesh kush është punëtor, kush është pasanik, kush është i varfër, kush është mashtrus, kush është... Ore, tër njësoj. Janë bërë tër njësoj, olla, sikur janë të tër një preje. Shi. Na është bërë Lora made in China, olla. Po mirë, nuk është i më dallon më Vlora, njerëzit, made in olla. Vlora. Ku ka më made in Vlora? Made in Lora ka qenë 97, Po olla. 97 ka qenë, kur ka qenë për 97. Selam Musaj. Selam Usaj s'ka Po jetu kjo- 97-ën. Po qa Lora e thua atje, o Lora ka marrë fund. Me qa do jetojnë lojnjatët, o shqyqyr që... Po me peshk do jetojnë. Po dhani do jetojnë, nga alli qa do bëjo. Ne na qanë syri për qik misho. Me peshk, se pak është jetosh me peshk. E disa është kilja peshkut, ma e di qa bëhet të në Tiranë për peshk të freskët. Ti thu, ne jetojmë nga halli me peshk. E kupton, kurse ne nga halli haj mish këtu. E kupton? Baba im për para, Po. kishte atje, kishte tup dhëno. Po, ka pas dhem baba jo. Edhe u erdhën ja morën këto. Kush? Do me thënë, sa erë vinde dajua i matë therte nga një qënjë. E therte, olla, aty për në therte dajua. Bravo, i madh, pas ka dash kunatin, do me thonë. Ore, ku ka me mishin, olla. Në ka rëpe shku në majtë hundës. Po mirë ma ditë. Edhe, e mori me dajon. Ka që shumë e ka dash, do me Kur thonë. erdi dajon mbas 90-ës, i tha, babaj tim, dine, tha, nuk do na thesh dojnë qënjë? Unë qënjë tha, shiko cani, tha. Para 90-ës, tha, a i heli hyntet e qënjë, na shik ju heli hy në bythën time, tha.
Kështu që s'ta bëj dot. Ha gjizë djath sa të duash bulmet, po për gabim vlla. Po për e gabim. Nuk duhet të thënë kështu. Po nuk duhet folme, duhet me pasi që kujdes me fjalorin. Tash neve na dëgjojnë shtresa të larta. Hynë në si i thon ndryshe kësaj mbrapa. Në fund shpinë, kështu i thonë. Në fund të shpinë, sa Në gjë. fund shpinë, më. E nese, i tha, para 90-s tha, ky helli hyn të shtetit, tha. Na shi, ky helli hyn në fund të shpinës time. Interesant. O ka pas drejt, s'kisha, valla. ka pas të drejtë. Arten do ta bësh çik me pip këtë, ë? Këtë pyetje. S'kisha folur ndonjëherë kështu me edukat valla se gjithë ditën atë det nuk e sheh si jemi bërë. Normal me 100 të bosh muhabeti me peshkaqenët vetëm. Më ndaloj 1 minutë të lutem sa t'ja shpjegoj miqve tanë të cilët nuk e kanë jetuar atë epokë, domethënë Zino peshkatari jon ish shumë vojtur dhe peshkatari më i mirë që ne kemi në atë zonë, po tregonte një histori pra për kohën e kur Shqipëria ka qenë në diktaturë, që dhënt ishin të kooperativës dhe sa e rivinte daja, domethënë i vinte kunati atit babai këtij therte gjithmonë nga një qinj se e kishte të kooperativës, nuk e kishte të vetën, domethënë. Dhe mas 90-s kur i vinte prap vllai grus për vizitë, ai nuk i therte më qingjin, sepse thoshte që helli atëre hynte ke shteti, i hynte shtetit, domethënë helli, se hynte të gjithëve, se ishte kooperativ, ndërsa tani në këtë kohë është gjë private dhe helli hynte në fund shpinën e dajës së Zinos dhe të Zenos që e ka në Vlorë, tash binjaku vetë që me siguri e përshëndesim do jetë duke gjujt për peshk. Shpresojmë të jetë me rjeta, mos jetë me dinamit, po Çfarë të them më valla? Do të them gjë tjetër. Cili është mesazhi jot për peshkatarët? Po qa mesazhi olla, ne kur gjuaj, ne s'mbajmë as telefoni, s'ka rjet as gjë, valla. S'kemi as mesazh, as thirrje. Po them për komplet, mesazh. valla. S'po them për mesazh qa? telefoni, po them mesazhi jot, i thën thirrja jote Thirrje. për peshkatarët, një thirrje. Po valla, nuk punon thirrja valla, nuk punon telefoni se s'kemi rjet. Ande ka gjuajmë ne, gjuajmë mes të shkëmbime, vëm dinamitin të shikosh, e kupto, të hidhet peshku si zogjo. valla. Kolegët më për ata njerëz që Thirrjes sakrifikojnë në po det të me thras. stuhira vetëm për 1 kile peshk. I thrasun, o Zino, ra, bau, iku, mbaroj, futja vrapit, kape. Po them, nuk po them thirrje. Nuk po them thirrje telefoni. Thirrje. Shurtëj. Ku ka mund t'i jap mesazhe? U s'ka mesazh për vete. Okej, nuk e kupton fjalën thirrje, bëj një thirrje kështu, domethënë foli nga foli kamerës. A t'ja them kështu? Jemi një mesazh kamerës, si t'ja themi më burr, si i thon mesazhit në gjuhën popullore më. Or thuj në i laf më burr. Thuj në i laf që të dëgjoj. Qa t'i them? Pa. Po thuja pra. Zino, më shikon vëlla. Ja qa bët në Tiranë vëlla. Këta ushqen me kikiriko vëlla, gjuaj për peshkne. Shumë lartë thot çmimi i peshkut. Herës tjetër ta ham vetë vëlla, ose ta shesim në Greqi, se Tash nuk ka më, varfëruar Tirana shumë. Varfëruar. ja, ma atë mos e thuj ti varfëruar. Mos e thuj atë fare. Mos e Po, thuj. s'është valla? Që nga Tirana e varfër, Tirana është metropol. Po, ku çmimi të shtreta? Çmimi që e sillni ju peshkun, që ku shko ti me atë? Po ti e diti qa e qënë për të kapur atë peshkun. Mirë, Vetëm për të fshehur dinamitin se na kanë vënë policë metër e policë e metër. thoni? Edhe ku dikush e keqja është vëlla se kanë prur policë nga veriu, i kanë sjell në lorë. pse kështu që Jo vëlla që mos ta njohim, se e njehnim, çako e njehnim polica do ata. gjithë vlonja dhe kushurit Tani na dinë, duhen s'ka të faj. peshkojmë 6 net që të kompromentoj Qa policën. thuhem, se kaq shtrenjtë janë policët atje? Urdhon. Kaq shtrenjtë? Me çaj komprometon, me peshka, me njala, me çaj? Gjala shesin në lushnja, neve s'merremi me gjala, ne merremi me kocë, me levrek, me fruta adeti, me gafore, me aragosta, vlla. Ara. Mira jo, vlla, Po me arangjata merrni? me arangjata. Arangjata, vlla. Arangjata shqipe? Jo, që ke aty, ta kemi hap, ta kemi bo gati. O, ma pas Gati, ke gati. hapur,
Po normal se e dim jetoj me hallet e juja, e kupton? Faleminderit Ka kujdes. Allah, faleminderit. Edhe këtu më pëlqen kjo. Më pëlqen. Ta pik kështu vlla. Ta pish e të bëf mirë. Are gëzuar me 6 shëndete. Faleminderit. Mirë Të se të gjeta. roqa ke për zëmën. Faleminderit. Ti ke shëndosh të gjithë. Faleminderit. Të shtohet të roka. Faleminderit. Të martohesh sa herë të duash. Faleminderit. Kjo është për sa Artemi. fëmijë të duash. Po. Të roj pronari. Po, faleminderit. E mos i mbarofshin parat burrë. Faleminderit. Jetë gjatë pronarit edhe Faleminderit. gjithë qeverisë. Faleminderit. Bëf mirë. Jo me fund më burr, jo me fund, s'ka nevojë. Olla, s'qo nga alkohol kjo? Po me ëmbëlsira na qera se Po vlla. nuk është ëmbëlsirë më të keqe, nuk është ëmbëlsirë, Po, është është aranjata, shashka, është sponsor i unë. Pse më freskoj kjo më? Po, të freskoj pra se je gjithë ditën në anije tash, je gjithë ditën tu gjujt me dinamit. ç'është kjo, vlla? Merr flak e do një Aranjata. aranjat për tu shuar. Ua, italiane është kjo vlla? Jo, që është italiane, është shqiptare, më lexoja këtë këtu. Shive koke. Aranjata. Prodhohet këtu vlla në Shqipëri kjo ka që e mirë. Ku jeto ti më buri dhe? Ua, po asgjë s'vjen në Vlorë. Si- vlla. Ka në Vlorë Po si si këto? s'ka me, po s'kan mes detit, e kupto, se s'kemi dyqone mes detit. Meshi. Aranjata ka gjitha nema. është aranjata është produkti më i shit në Shqipëri. Shikon sa të varfër jemi, vlla. Sa nuk e dim që aranjata më e mirë në botë që nga në Lorë. Po ç'a flet Mund me ta ku gjejmë atje. ku të varfër më buri dhe ku ka më lirë se kjo, më sa shko blet kjo Kjo është kjo çik buk nuk na solle se kjo qënga për të ngrënë me bukë valla. Ka që e mirë qënga kjo. Këtu është. Këtu tani kur të marrojmë do hajmë buk bashk, do shohim çfarë. Mera e vrara se kujtuam se ishte kështu me alkool, thash kush ta pi gjithë këtë. E mirë kjo, bravo i qofta atit që e bën. Mirë, është Bravo i qofta, e meriton një kallup. duar troki. Një ashtu se na është bërë mendja dinamit vlla, kur shkojmë te njëri tjetri për qoka, i çojmë dinamit në vend të qokës, e kupton? Po aty e nizni apo si e argjon ai atë që çon ti apo? Jo, e çojmë e mbajmë, ne i çojmë kur kemi nëse bepe na e sjellin. Po tani shqyqyr që filloi në fakt kjo lufta e Iranit, se tash i gjuajmë rehat se kujtojnë se ka hedhur Irani themi, ne jo, po gjuajnë iranianët për peshk. Kupton? E shefti, Po. e shefti. E, çfarë të Deti themi jam, këtu? themi, apo Adriatik, ku Baragabim vlla? çato. Po para gabime që na ngatro me Iranin në Buridheu tash se ne na ndjekin dhe në Iran, edhe mërziten ata na lëshojnë me vërtet na i bumja të keqen e dinamitit tat pastaj. E mirë valla, tash na thuaj kur jemi mirë, kur jemi keq se çfarë të themi, të bëndojnë lajmërim unë valla për Ç'a dush më? Bë ç'a dush, Ha? thuj ç'a dush. E them ç'to dua. E kupton, vetëm përmbau, jo me fjalë pista, të lutem. E kupton, që ti jemi brenda intelektualitetit që na shoqëron gjatë gjithë, domethënë për miq tan. Po isha me araku im në këtë jetë, Ç'a Do me me thënë thënë që- në këtë jetë? që kur unë ba dorën, është të gjej një dorë. Të gjesh një dorë. Ç'a thuti? Na shi qas po bëjnë, edhe robota po bëjnë, vetëm dorën time s'po e bën njeri. Do me thënë e bën, porositi njerë një miku im, më tha do të bëj dhurat për ditindje një dorë, e porositi në Amazon, Aha. Erdhi dora, ha? do t'i më erdhi e ishe porositur, po ishte dorë e zezë, e nuk më shkonte e thash ktheje, sa keq më erdhi. Shemë, tash jetojmë në epokë që nuk kemi... Sa keq më erdhi, desha ta mbaja, po thaj, qa të bëj vëlla, nuk di anglisht unë, se si i tonë se ke ngjyra e kupton ti, rotulloj. Qatë keqe ka më bukur do ishe, e kuptoj, gjithi i bardh, dora e zezë, mund e nesër, larkë qoftë, e kupton, një këmbë e verdh. Njeriu kështu është globalist tani, nuk është më Them koha... kush është ndonjëri që di të ose ka të ma porosisi një dorë ku të jetë, Po do ta bëjmë, do edhe ta të ma bëjmë. sjell, le ta sjelli këtu, s'ka problem. Të eci dhe unë një herë olla me dy duar, ta edhe dhe një herë unë dinamitin, ashtu si edhe dinamiti, vlla. Shqipara, jo, për këtë nuk ta bëjmë dorën, e kupton? Neve ta bëjmë dorën në qoftë se ti nuk edh më dinamit, tash s'mund t'i gjabim të dy, e kupton, se kësa i thonë t'japim dhe i dorë tjetër që t'ullësh më shumë dinamit. Tash nuk është kështu gjuetia. Si e hedh dinamitin ti për shembull? Me i dorë, si Po ja, dinamitin, ja me goje me dorën tjetër, vlla. si me gojë? Me goje me dorë, sakrificë e madhe, pra ndaj është peshku a shtrëndë, vlla.
Se rrezikojmë jetën për 1 kile peshk, Kam kupton? pas në fakt kam dëgjuar një histori, domethënë me kështu me që gjuante me dinamit ai edhe ja hoqi fitilin po ndiste cigaren edhe ndezi fitilin dhe hodhi cigaren e majti dinamitin në dorë edhe domethënë ngatroi durët, si më thon. Edhe ai ndoshta sot domethënë edhe ai se ka dorën, shpresojmë që edhe ty mos të ndodhi kështu, prandaj i lutemi miqve tanë që Mirë valla. shumë mirë. Po këto me dinamitin i ke çik tronda, e kuptoj, Na janë. shiku del kjo, ç'a bëhet me këtë? Kjo del direkt do dali në YouTube. A di çfarë është YouTube? O e di ajo, këngë e valle. Bravo. Si se di, mo. Dëgjon YouTube, këngë valle. Po, këngë valle. Del në YouTube, del Spotify, Radio 89.0. Po ç'a është jo 89.0? 89.0. Po pse? 0? Është sepse kur jenë makinë, radio, jam valët e radios. E kupton, kastofoni, gjitha. Qa po them unë tash, që miqë që po na dëgjojnë. Janë. Ua. Kurse në Instagram jemi Sol 89. E kupton? Radio. Pra ke në Instagram, ke edhe në YouTube jemi Sol 89. Domethënë jemi gjithandej, na shef gjithandej. Ua. Po, mandje Po kështu në varkë dëgjohet kjo? tash po more radio me vete, po kishe telefon me vete, do patjetër që shef, patjetër që dëgjohet me çfarë flet. Edhe na ndjekin gjithandej që nga këtu deri në hën. Astronautët, për shembull, kjo anija që u nis së fundmi për në hën tash me 4 kozmonautët, e kupton, Ç'a më thua? edhe ata na ndjekin, na sjellin mesazhe, na shkruajnë gjithmonë, komentojnë, na sugjerojnë për tema të ndryshme. Po, ç'a ka bërë Tirana, valla. Ka ecu për para Tirana, valla. Ne lorë nuk kemi. Dhe një që kemi kështu me kështu si gjëra edhe kot me parsaleta janë. Po si s'keni Vlore, po që ja fut kohë tash, si s'keni Vlore, Si s'keni Vlorë, ma Vlora është në verë është kryeqytet, më po në Vlorë shkullet gjithë bota që vjen. Qa bëjmë, do e mbyllim për sot? Urdha? Do mbyllim. Si ta mbyllim? Po, Përshëndet, qinke, bëj një përshëndetje. ti e di, valla, qa të mbyllim, valla, shisi më bëre qullë në djersë, valla. Qullë në djersë, valla, s'kam dal as njerë në këshu, në, qa i thoshin kësaj, valla? Podcast. Qa o me thënë kjo? Podcast, do me thënë, është që ulesh edhe flet. E kupto, bashkëbisedim, ti jep eksperiencët tate, unë time, njerëzit na dëgjojnë, edhe për të gjitha këto gjëra që ne bëjmë, sigurisht na ndihmon sponsorin general, që është Aranjata, Uj Spring dhe uj me gaz Glina. Me kuptove? Po pastaj ikim për peshka, po. Pastaj ti shkon gjuan për peshk dhe bën kujdes për dorën tjetër. Miralla. Që mos na bish në vend peshkut në i dorë. Përshëndes të gjitha ata që më duan, të gjitha ata që i dua, Bravo. edhe ata që s'më duan. Edhe ata i përshëndete? Po me ata pse i përshëndet? Përshëndes të gjithë lebrit, kudo që janë, Lebrit. Pse vetëm lebrit, po malsorët. dhe i them të qëndrojnë të fortë në këtë kohë të Po, keqe, është kohë e keqe. Lufta në Iran, ku s'po na del as peshku për të ngrënë. po se Uroj të gjithëve të rritet çmimi i peshkut. e që mos hajmë mo ne E peshk. të jetojmë si Mos njerëzit, hajmë ne mo peshk, ha? të ham një herë mish në jetën tonë, se po na del peshku nga vesh. Po them prapë? Tash në qoftë se marrove, jemi në rregull. Në qoftë se ke mo me thonë, vazhdo. Përshëndes binjakun tim Zinon, që tash është në varkë dhe s'po na ndjek. Uroj që operacioni dinamiti i fundit të ketë mbaruar me sukses. Ja, kështu mesazhe, si. Dhe inshallah ti ketë ardhur ndonjë peshkadil Çashka? nga këto të mëdhej të fare, që ti themi fukara lëkut. Nesër që i themi e ditë ditë. fundit Po, kam mund të po, vëlla. Zino, me qenë se ti nuk ke një krah. Po Zino është komplet Zino me 2 krah, me 2 duar, ha? Me 2 këmbë. A shi vëlla që ta marrë nuk na ka ikur nga dinamiti krau. Po ti the nga dinamiti në fillim. Do me thënë neve
venim të gjuanim, gjeni mënyra për të gjuajtur peshk, vlla. Përveç se me kallon. Po kemi goditur edhe me elektrik. Me elektrik, si gjuhet me elektrik? Dhe merrim në baterinë, vlla. Bateri kështu makina, I fosnim kavot, Shishi, interesant. edhe zhyteshim në det. Zinua rrinte lart, unë e hidhja, I thosha, I vija në rjeta, edhe I them Zinos, Zeno, stakoje baterin, vëlla, ja jepte ajo, mi po Zenoa një dit, I kishte këmbët në ujë, edhe zuri me gjithë Zeno, ati ti mori këmbën, dinamit I plasi, mua më mori dorën, qa të them, vëlla. Po si, tash po gjushit me elektrik edhe po gjushit edhe me dinamit. Po ju s'pas keni pas, ju pas keni përdor gjithë arsenalin e mundshëm të gjush edhe me elektrik, me korrent, të gjush dhe me dinamit. Po si ka mundësi, si fole Zeno, s'ka mrena ujti, a ishe në ujë, Zino, ishe në ujë. Ha, po Zeno, po Zino, po Zeno, Zino. Zeno. jam unë. Nga I fole di në ujti ka... Shiko, futem unë, edhe lidh rjetën me atë. Me kavot e... Me kavot e me baterisë. kavot e baterisë, po. Kupton? Po, edhe e shpërndan rjetën. Edhe e shtri, idhem në det, edhe e shtria Rjetën. gjithë sa Po, është para, po. edhe largohem. Largohem unë, edhe ikën ti. I them Zinos, Zino, I jepi. Edhe Zino të bërë shkëndinë, po harroj që I kishte këmbët në ujë, edhe e rotulloj dhe Zinon, kur doli Zinoa, ishte kalbur njëra këmbyve, djegur për të sëlluar. Po edhe Zino, shumë bërë inteligent këmbë Zino, për me zgarë. kom nuj bashkon në kavot, që të bëj. Ja kështu. Dhe që atere na gjumoj fati keq të dyve, ai humbi këmbën, unë humba dorën. E kështu na shi kur jemi me njëri tjetrin. Histori e trisht. Tani si përfundim, kjo dita që lati I kom edhe I dorë. A kapët në I peshk, apo? Thjesht, ishit ju peshku. Tash I peshk kapëm unë. Po peshkun si që kapëm, ja dham doktorëve. E angrën doktorët që na bënë terezi. Kupton, se në Vlorë pa peshk nuk bën dot gjapër. A shu, ha? As në autobus nuk e bën dot. E keni këshu, mal kleringu, ha? Me peshk bëni pazar? Gëzuar, vëlla. Gëzuar, bëft mirë. Qurojnë qa ke për zemër. Faleminderit. Edhe një pyetje tjetër kam tash. Kush është peshku më I madh që ke kap? Peshku më I madh që kam kapur ka qenë një njeri. Njeri? Peshku më I madh që kemi kapur një delfin, po e lëshuam se s'ma pranoj plaka. Qa thoti delfin? Kape delfin, ha? Interesante, po qa thum. Erdi vet apo? E kape. Po, erdi vet. Ra në rjet, e kupton? Ra në rjet, e nuk e të rishnim dot. Thirëm gjithë peshkatarët ku ishin e ku s'ishin. Ka që madh ishte delfini? Erdhën dhe një 2 peshkareqa nga Saranda, dha. E të roqe me nëzorëm në breg, na erdi keq, delfini shpirt njeri jo, ama. Ua. Shpirt njeri jo, a I tha atë kokrën e loti delfini, dha. Qa këtu, se qa pa në njeri, tha qa do bëjmë, vlezër. Hajt ky është më I mirë se njeri, dha. E të roqëm prap me peshkareqa, e nëzorëm në dët të hapur. E këthyt, ha? Iku delfini, po e disa herë kalona, që atere ka delfin në Shqipëri. Verës tjetër erdi me gjithë shokë. Qa thum? Po, erdi me... Erdi me pushime? Hajde çka bërë. Me pushime? Hajde çka bërë. E mbari me për turistat. Pra ne janë rritë shmimet një ugma, sepse vinë dhe delfinat. Flete, kush nuk vjen në Lorë? Në Lorë edhe shqiponjat vinë për turizëm. Qa thot? Po shqiponjat Për shikosh zgabat se si rotullohen atje, kur kapim neve peshkun, kur bie dinamiti që idhet peshku si zog. I du... Shka flet, Allah, dhe Vlora është e madhe, Vlora është, po Vlora s'është më, e kupton? Si s'është më Vlora, ma, Vlora është kryeqyteti turizmit shqiptar, ma, si... Nuk ka më para, nuk ka më kesh, nuk ka më gomone që shkojnë, e kupton? Si që kishim atere, me orari kishim. Qa thu? 7 pa 5, 8 pa 5, 9 pa 5, 10 pa 5. Gomonja vu atere, di po flet për... Atere ishe Allah, nashi, s'ka më, nashi... Do me dhënë, atere ishte më mirë, po thua, se të lë njeri të bësh gjap së të lë. Normal. Nashi edhe iket pa viza dhe s'kemi ku shkojmë, olla, se s'kemi para. S'keni para, po me peshk, më. Këto janë rregulla që duhen, do më thënë, si pas kësaj logjike, përderisa ti gjun me dinamit, për të mire kujt jetë, Allah.
Ti për vete lobizma, ke që ndonjëri a shtetit, Po pa tjetër, ikim, se profesioni jonë si gazetar na e kërkon detyra, e kupton? Se unë nuk punoj, nuk jam vetëm gazetar, jam edhe analist, jam edhe... Po zero s'ka qenë asnjëri a shtetit, S'ka qenë asnjëri a shtetit? Shumë gabim, po duhet shkosh, më provoj. Me qa ta provoj, olla? Me qa ta provoj? Me gomone si ka kur ishte për të ikur, kur ishte rruga gjatë. Do me thënë, ti kur s'ke ik me gomone kur e kishe pa lek, tash qa dhe temun, t'japun një... Po tani s'ke nevojë, se tani ki e me Schengen, më burë, shqiptari mund tiki gjithandej, më ku ti teket në Evropë, do. Se sikën. Ore ikën, po s'po themu të dhjefqa pasaportën, olla. S'kemi lek, olla, me qa do udhëtoj, me qa të fluturojmë. Do atë vete njerë të qupe gjagjaj që kam në bari. Nuk ka me qa shkoj, olla. Qa thud? E kupton? S'kemi lek për. Nuk ka lek, olla. Nashi ati më mbajte mua 2 orë këtu, më ngrive i gjakun, më shkua djerë sot qurk, sikur jam në etusi më duket vetja. Edhe s'më dhe asgjë, dha. Pse më dhe? Ona e po një gjë. Së të dhash asgjë, si të dhe? Po të dhash famë? Jep njeri u një gjë, dha, thot, Po të dha, jap se ti famë. që ke boso, dha. Ke boso, jepe atje. Qa ke me rako zino? Ka me rako, dha, të shop qupën e gjagjaj që se kam par kurën e jetë, ka 20 vjetë që ka vajtur një të ali. Nese dhe ajo që l'bësira nuk është e vjenë, nuk i plas shumë edhe asaj. Po e na merë madhi, olla, se kemi na gjani, olla, kemi na shpirti, olla, jemi rritur bashkë. Po mirë më ja tani dhe të qovi nusja gjagjaj, ta paguj një bilet avioni që të shkosh ta shikosh, po ta ketë marrë madhi. Ta bi vlaj dhe i arangjat tjetër, e kupton të qetëson. Ore, kjo arangjata... Me shije tjetër kjo, shive, unë e kam të kuqe, ti e ke jeshile. Shije pse, është edhe me shije kështu, dha? Arangjat Qa më eksotike e papar, e mrekullueshme. E kupton? Ka dhe shije tjera, po do t'i japi Arteni kur të mbarosh. Përshëndetje që gjithë tani. Përshëndes të gjithë dëgjuesit, të gjithë shikuesit, të gjithë që na rrethojnë, gëzuar me arangjatën. Po gëzuar. Faleminderit. S'ka përse, dha. Mylla Arten. Barum. Barua, dha? Vërtet e ke? Oh, që... Lodhe. Mirë shkoj kjo, dha, na kam parë. Shkëlqyshëm parë. Ua, që na kanë parë janë, unë po them na kanë Po parë. inshallah s'më kam parë borxhlit, dha. Pse me, ke borgjë dhe? Po të ishte me borgjë me? Po qa flet, dha. Apo të kanë? Po qa flet, dha. Më kanë e ka me se këshu është, dha, me borxhe qarku, dha. E kuptoj, vjen ato nga restorantit e marrin peshkun, bëna 5 milion lek gjiro, e nuk na japin leket, Si s'ti japin leket, më pse i e peshkë? E ne do jetojmë marrin borshke tjetri, olla. A, shiko. Merë borshke tjetri ti, të kapësh pesh, të gjuash, të vjen ai tjetri ta merë borxhe. Qa Thonë borxhe, valla, prandaj po them, në lor nuk kam më para, valla, ka vetëm ai i borxhe. restorantit vjen e merr peshkun ke ty pa lek, ti pastaj me jetu sa t'japi lekët ky ikën merr borxh ke i tjetër, ai tjetri i merr ke i tjetër, domethënë e kuptoj. Cikli ba, prandaj thua ti që nuk është mirë. Domethënë nuk e di se në syt tan në Vlora duket shkëlqen. Megjithatë faleminderit shumë. Të dashur miq të Solisol. Ja ishim besoj u kënaqet me Zinon, me peshkatarin e famshëm që pas këtij emisioni do të jetë peshkatari numër 1 tek të cilët duhet të referoni dhe kur shkoni në Vlorë ta kërkoni sepse peshku që ai ofron ai gjuan në thellësitë të detit edhe pse me dinamit, po përderisa jetojmë në kohë lufte, bota është akoma ka ndryshu format, ka nisë me raketa balistike, e pse jo ne shqiptarët mos të gjuajmë me dinamit në fund të fundit, kur kjo është një element për mbijetesë, pra për të siguruar pjesën tjetër të gjithsesi. Të falenderoj shumë dhe ju lë në shoqërinë e programeve të tjera të Sol 89.0 FM. Nga unë, Eran Sojli, dhe nga Sojli Sol, paçi një weekend të bukur. Are Zino.